Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat më të thjeshta dhe u bë kaq shumë e mirë sa nuk di se si ta përshkruaj. Sa po doli nga furra, u konsumua e ngrohtë dhe nuk e pa mas pak se nga iku, aq shumë e pëlqyen. Qëndroni me mua ta përgatisim pasi përgatitet vërtet shumë thjesht. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 150 gram sheqer, 50 ml vaj ulliri. Nëse nuk ju gjendet mund ta zëvendësoni me vaj lule dielli, vaj misri ose 50 gram gjalp. Masën do ta përzijem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi përbërësit e parë i kemi përzier shumë mirë, do vazhdojmë me 200 gram kos, rreth 250 gram miell gruri, të cilin do ta vendosim tek kjo sita që shihni në video, duke shtuar edhe një pluhur fryrës, gjysmë lugë çaji me karafil pluhur ose kanellë. Sipas dëshirës suaj, unë përdora karafil pluhur pasi në këtë recetë i jep vërtet aromë shumë të mirë, por nëse nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni me kanellë ose me vanilje ose sheqer vanilje, çfarë ju gjendet në shtëpi. E sitim kështu, në mënyrë do të shmangim edhe ato kokrizat që krijohen nga mielli dhe me ndihmën e një teli kuzhine do ta përzijem për pak derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Pasi i kemi përzier shumë mirë, do shtojmë 100 gram arra të thërmuara dhe 2 karrota të cilat i kam ngrirë në rende. Dhe kështu, me përbërësit kemi mbaruar, do ta përzijem shumë mirë me ndihmën e një shpatulle, pra nuk nevojitet më teli i kuzhinës. Ndërkohë, tavën e pjekjes do ta lyejm me vaj ose me gjalp sipas dëshirës. Tava që un kam përdorur ka diametër 20 cm. Un kam përdorur këtë formën e silikonit, e cila është shumë praktike, nuk kam shumë që e kam marrë në kuzhinë, por nga që është e vogël dhe ne jemi familje vogël, unë e përdor shpesh kur përgatis ëmbëlsira të tilla. Pasi e kemi lyer shumë mirë me vaj, vendosim masën që përgatitëm dhe e pjekim në 180 gradë për 45 minuta në furrë të parangrohur. Ky është rezultati pas pjekjes, ka marrë vërtet një ngjyrë shumë të mirë, gjithashtu dhe një aromë fantastike. Ndërkohë që e lëm të ftohet pak, do të shkrijmë 100 gram çokoladë të zezë. Ju mund të shkrini edhe çokoladë të bardhë sipas dëshirës, por unë zgjedh gjithmonë të zezën si më të shëndetshme dhe e preferoj më shumë. E vendosim atë mbi kek dhe e dekorojmë me arra të thërmuara dhe pak karrotë sipas dëshirës për ta bërë akoma edhe më të këndshëm në sy, sepse në familjen time thonë gjithmonë, nëse një pjatë e ha syri, atëherë është vërtet shumë e mirë. Siç e pat miqtë e mi, është një recetë shumë e thjeshtë, një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë që mund ta përgatisni mjaft lehtë në shtëpi. Ne konsumuam, e shoqëruam me kafen e pasdites, por është një ëmbëlsirë shumë e mirë edhe nëse jeni duke pritur miq të afërm, do ju nderoj, jam e sigurt, dhe pasi ta provoni, do bëhet e preferuara juaj. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.